Jetojmë shëndetshëm, ushqemi me kujdes është aktiviteti i zhvilluar nga operatori i shërbimeve të kujdesit shëndetësor në kuadër të ditës botërore të sigurisë ushqimore. Drejtoria e përgjithshme e USHKSH Jeta Deta u shpreh se thirrja për qytetarët është që të ushqehen në mënyrë të shëndetshme. Normalisht është një ditë ku ne bëjmë thirrje jo vetëm po themi gjithë qytetarëve për të ushqyer në mënyrë të shëndetshme, por nga ana tjetër për të parë dhe ne vetë si politik bërës ku jemi në lidhje me prioritetet tona për të rregulluar po themi atë që ne kemi objektiv të rëndësishëm të strategjisë tonë, që është shëndeti dhe mirëqenia për të gjithë. Sigurisht që kemi dy synime kryesore, që janë investimi për qytetarin gjatë gjithë ciklit të jetës, dhe kjo do të thotë që ne të investojmë edhe për shëndetin e fëmijës, dhe për shëndetin e të moshuarit, dhe për grupet të cilët janë më vulnerabël, por nga ana tjetër, shtylla e dytë kryesore është mbulimi shëndetësor universal, që do të thotë ne, për sa i përket shërbimeve tona shëndetësore, të jemi të arritshëm kudo ku jetojnë njerëzit të kenë shërbim shëndetësor edhe në zonat periferike apo në zonat ku nuk janë lehtësisht të arritshme. Drejtori rajonal i kujdesit shëndetësor në Shkodër, Visar Jerina, tha se qëllimi i aktivitetit është informimi i qytetarëve që të jenë sa më të sigurt në përzgjedhjen e ushqimeve. Aktiviteti i sotshëm që Drejtoria Rajonale e Operatorit Shërbimit Kujdesit Shëndetësor Shkodër organizon zhvillohet në kuadër të ditës botërore të sigurisë ushqimore. Tema që kena zgjedhur na sot është jetojmë shëndetshëm, ushqemi me kujdes. Ky aktivitet ka si qëllim që të informoj njerëzit, qytetarët në lidhje me mënyrën e të ushqyerit, të informoj ato se si duhet të zgjedhin ushqimet e tyre që të jenë sa më të sigurt dhe sa më të shëndetshëm. Tashti siguria ushqimore gjithmonë ka vend për përmirësim, por mendoj që janë bërë disa hapa përpara. Në këtë aktivitet pati disa panele diskutimi me të ftuar mjek dhe ekspert të sigurisë ushqimore, duke dhënë këshillat e tyre për mirë ushqyerjen e qytetarëve.